në atë kohë Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë komuniste, e cila në një farë mënyrë krijoi telashe kufitare. Firri i Ilirisë ka qenë prej Italisë, Venedikut të sotëm, gjitha periudat jonë aktuale, sidomos tërheq vëmendjen periudha e antikitetit, edhe periudha mesjetare, megjithatë periudha e shoqërisë bashkëkohore ose periudha e Jugosllavisë komuniste është shumë aktuale për arsye se pjesa në atë kohë Kosova ishte pjesë e Jugosllavisë komuniste, e cila në një farë mënyrë krijoi telashe kufitare, e këto telashe kufitare që janë paraqitur aty në politikën e ditës së Jugosllavisë komuniste, pothuajse janë aktuale sot e gjithë ditën. Është me rëndësi për arsye se dihet që shqiptarët janë pasardhës të ilirëve, edhe kjo tregon që në një farë mënyrë jemi ndër popujt më të pranishëm në Evropë që mund ta ketë komoditet ta studion historinë e vet edhe kufitë e vet prej antikitetit deri në ditët e sotme. Ne dim në Evropë gjatë mesjetës ka pas lëvizje të ndryshme, në veri, jug, lindje, perëndim, lindje e tjera, ndërsa ilirët kanë qëndruar në hapësirat e veta, edhe gjatë historisë natyrisht janë rrudhur aq tepër sa që kanë mbetur në këtë hapësirë shumë të ngushtë. Përndryshe kufiri i Ilirisë ka qenë prej Italisë, Venedikut të sotëm, duke ndjekur vijën bregdetare deri në Greqinë e sotme dhe në veri deri në Save dhe Danub.